Ky edicioni The Voice ka sjellë në ekran shumë konkurrent të huaj, si në rastin në fjalë apo jo. Unë jam Catherine, në Shqip më quajnë Katerina, jam 19 vjeç dhe jam lindur në Amerikë. Ndërsa unë që jam Kilena, jam 22 vjeçe dhe kam lindur në Ishët e Karaibe, po jetoj në Korçë. Kanë erdhur prindrit në Korçë që në 1995, kanë një fondacion humanitare që punojnë në Korçë dhe kemi erdhur edhe ne atje. Unë kam erdhur në Korçë kur isha 3 muajsh. Në fillim fare kur kemi ardhur këtu, kemi pasur shumë probleme me racizëm, por me kalimin e kohës çdo gjë është ralluar, gjithçka ka qenë më mirë. Tani zbesoj se ekziston shumë sa çka që më përpara, sepse babi im ka qenë njëri i parë me ngjyrë që ka ardhur në Shqipëri, në Korçë, edhe në mendoj se janë ralluar edhe racizmet, edhe fjalët e pista që na thonë kur kalojmë në rrugë. Pavarësisht se jam rritur këtu, nuk e ndjej veten tamam, domethënë si korçar ose shqiptar, as traditat nuk I kam mësuar domethënë siç duhet. Gjithmonë kemi mbajtur traditët e prindërve. Gjuhën në shtëpi e flasim anglisht, që kështu janë shumë të rrallë herët që flasim shqip. Ndryshe nga motra time, ndjej veten shumë shqiptare, mund të jem gjenerata e re e shqiptarëve, sepse ka nevojë për më shumë diversitet. Edhe, do me thënë, jam e lumtur që jam rritur këtu, më ka bërë kjo që jam sot. Unë shkoja në shkollë në Amerikë, studia juridike dhe teknologji kompjuterike, por u ktheva në Shqipëri për disa arsye personale, edhe mora vendimin që të marr pjesë në The Voice. Kam studiar muzikë për 12 vjet tek shkolla e muzikës në Korçë, edhe është diçka që më pëlqen ta bëj. Gjithashtu dhe unë kam filluar të luaj violin që kur isha 7 vjeçe. Më pëlqente shumë muzika dhe derisa më futi mami në shkollën e muzikës, unë gjithmonë bëja gjëra si kur I vija violin, se kisha shumë dëshirë, e adhuroja muzikën. Edhe tani, domethënë çdo gjë që bëj punët, gjithçka e bëj vetëm me muzikë, sepse më sill jetë, kupton? Pavarësisht se jam e mërzitur, gjithmonë më ngre, është vetëm ajo që nuk më zhgënjen asnjëherë. Mendoj se do shkoj mirë, sepse kemi shumë vite që këndojmë bashkë. Bashkë. Mendoj se jemi konkurrentë më të mbledhur, kur jemi bashkë, sa kur jemi dhe. Ndan emocionin në skenë, dhe emocione normale që kemi. Është diçka që ndodh gjithmonë kur del në skenë, por shpresojmë që të jemi mirë dhe të bëjmë më të mirën që mundemi. Për të parë më shumë video nga The Voice, shtypni subscribe. Dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale.